Gati? Kujdesit vjeto mrapa. A jemi gati po? A mundi me... Atëherë ju faleminderit që keni ardhur dhe që patët durim me na prit. Sot e patëm takimin e dytë në vazhdën e takimeve të grupeve punuese në mes të LDK-s të lëvizjes vendosje. Njëjtë sikurse në takimin e parë, ky takim u zhvillua në frymë pozitive, shumë pozitive, dhe në parafrim të qëndrimeve mes dy subjekteve politike. Ne sot dakorduam agjendën e takimeve për 2 javët e ardhshme, dhe kjo agjendë synon të orientohet drejt temave të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, të arsimit shëndetësisë, rendit të ligjit dhe politikës së jashtme. Në veçanti sot kemi diskutuar për formatin e qeverisë së ardhshme, për të 12 ministrit, se si do duken ato dhe se si do të fuzionohen në ditët e para të qeverisë. Takimi i ardhshëm bëhet të hënën në ora 3 në zyret e LDK-s dhe çdo 3 ditë pas çdo takimi do të ketë takime vijuese mes dy subjekteve politike. A u diskutu për emra konkret apo vetëm? Në këtë fazë nuk kemi çështje të diskutimit të emrave konkret, pra për dallim prej çdo negociate të kaluar, ne synojmë të flasim për tema, për çështje të rëndësishme për Kosovën, për zhvillimin ekonomik, për arsim, për shëndetësi, për rend të ligj dhe për formatin e qeverisë. Dhe më pas do të jenë liderët e 2 partive politike që në bazë të propozimeve të grupeve punuese do të bëjnë marrëveshjen finale. Por do të jetë në diskrecion të tyre, përcaktimi i emrave dhe ministrive përkatëse për secilin subjekt politik. Në këto nivele nuk i diskutojmë këto gjëra. A mundi të na tregoni se cilat ministri do të bashkohen me shtatshmërinë e këtij ministri, edhe a do të kemi as do të kemi AKP në qeverisën e ardhshme? A do të kemi AKP. Aha. Shkrirjen e agjencioneve nuk e kemi finalizuar ende, por kemi folë që një pjesë e madhe e agjencive do të bën pjesë e ministrive përkatëse. Pra ato kur kanë qenë të pavarura të futen brenda ministrive, për bashkim të ministrive, për shembull, kemi bërë fuzionimin e Ministrisë Punëve të Jashtme, të Integrimeve Evropiane dhe Diasporës në Ministrinë të Punëve të Jashtme dhe Integrimeve Evropiane. Ministritë e Zhvillimit Ekonomik i kemi propozuar në disa kategori, të cilat po themi si skenar final i prezantojnë liderëve politik. Por ajo që është më rëndësi është se është punuar në 12 ministri dhe nga 2 zëvendës ministra për secilin ministri. Ministria e Kulturës a do të shkruhet në Ministrinë e Arsimit apo do të funksionisë ministri? Ministria e Kulturës dhe Sportit do të jetë ministri e veçantë natyrisht. A keni preksa të temën e dialogut me Serbinë edhe cilat janë dallimet mes vendosjes së LDK-s për këtë temë, pashtu Albin Kurti dia ka thonë që në muajin nëntor ai do të jetë kryeminist. A mundet të realizohet kjo? Së pari ne nuk kemi folur për afatet finale të finalizimit të marrëveshjes, pra kemi ndërtuar një agjendë të takimeve të ardhshme. Për çështjet ekonomike do të flasim të hënën, për programin ekonomik. Për rendin dhe ligjin do të flasim të njëjtën. Dhe për dialogun do të ngrisim nivelin e diskutimeve në nivel politik të liderëve të 2 partive politike. Pra për natyrisht se ka dallime në disa tema, por për pjesën më të madhe kemi parafrime dhe jemi duke shikuar drejt pikave të përbashkëta që partitë politike i kanë. Pra nuk po flasim, jo, nuk kemi diskutuar ende për dialogun në veçanti, por çështja është drejt orientimit të emëruesve të përbashkët të 2 subjekteve para se të identifikojmë dallimet që i kemi. Sa janë gjastë reale që nëntor me pas qeverinë e re apo nuk jemi në afat të qartë të finalizimit të marrëveshjeve, ne ende presim certifikimin e rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po deri në datën e certifikimit, pjesa grupeve punuese do të finalizojë pjesën e vet. Pranoni që lista sërbe të jetë pjesë e qeverisë, dimçeve vendosje kundërshtonje Nuk e kemi diskutuar ende, por natyrisht se Kushtetutën e Republikës e respektojmë pa diskutim, por nuk pranojmë kurrëzime prej askujt në këtë fazë. Ju falenderoj shumë.